qeveria aktuale ka dështuar Ministrin e Drejtësisë, ose zavendës Ministrin e Drejtësisë, e kanë udhëhequr me këtë ministri për 5 vite më radhë, tregon që ata nuk guxojnë me u ballafaqu me dështimet e tyre. Faleminderit tjetër. Atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës e ka shtyllë kryesore të programit të saj pjesën e drejtësisë. Është më rëndësishme dhe kësu fillimisht që qeveria aktuale ka dështuar në reformat në sistemin e drejtësisë dhe vetë fakti që sot nuk e kemi Ministrin e Drejtësisë, ose zavendës Ministrin e Drejtësisë, e kanë udhëhequr me këtë ministri për 5 vite më radhë, tregon që ata nuk guxojnë me u ballafaqu me dështimet e tyre në sistemin e drejtësisë. LDK-ja e ka ndërtuar një program në disa shtylla që përfshin ngritjen profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, rritjen e numrit të bashkëpunëtorëve profesional, pjesën e digitalizimit e cila është shumë rëndësishme në kohën në të cilët funksionon në sistemi ynë i drejtësisë, ndërsa pjesë e rëndësishme është edhe lufta kundër korrupsionit, dhe në kuadrët e kësaj luftës kundër korrupsionit ne kemi planifikuar që të themelojmë qendrën shtetërore të hetimit, e cila do të jetë, do të thotë, një pjesë e profesionalizuar e policisë së Kosovës që do të veprojë drejt për drejt në drejtimin e Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, sepse mendojmë që Prokuria Speciale nuk ka arritur që të luftoj krimin e organizuar dhe korrupsionin e nivelit të lartë për shkak se i ka munguar një mekanizëm i policisë i cili i përgjigjet drejt për drejt këtij institucioni. Edhe herë po theksoj që kjo qeveri ka dështuar në sistemin e drejtësisë dhe mendoj që na ka kthyer mbrapa në shumë procese duke përfshirë edhe procesin e vettingut, sepse siç jeni dijeni, tentimi i kësaj qeverie për ta kapur sistemin e drejtësisë përmes Këshillit Prokurial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës na ka sjell në pikën kur Komisioni i Venecias ka përcaktuar që tash Kosova mund të bëjë vetëm vetting të pjesër në sistemin e